afrimet u do jenë Akpan, sulmuesi nga Drenica, si dhe tek Gjilani është emëruar drejtor sportiv Liridon Ahmeti. Trener, të lëvizje të Gjilanit, dojmë pak të kjo pozita drejtori sportiv? Hakan Spajic, një sulmues që ka ardhur me shumë buj, po nuk është që edhe ka pas paraqitje krejt dopt, apo sigurisht nuk është përshtat me objektivat e Gjilanit. Aridon Blaca është një portier shumë i talentum. Pjesë e llapit tash do t'jetë. Tash do t'jetë pjesë e llapit, edhe unë i dëshiroj sukses, është një portier që do të shkëlqej, domethënë, edhe do ta ketë një karrierë shumë të mirë. Ky është fillim të karrierës, është i ri, por është një portier jashtëzakonisht kvalitativ. Te afrimet, mendoj që bomba e Mercatos është drejtori sportiv Liridon Ahmeti. Se? Si pa pritma, si tash ti ka nisë për transferojnë në drejtora sportiv skuadret, do me thonë ja ka nisë. E kanë transferu nga Vushtreja, për të me bërë? E kanë transferu. Të Vushtreja ka po punë të mirë me Armendin aty, në vend para, përshem, e njerë transferojnë, tash pritet transferimi i Armendit, dikon i trenerit. Nështë ta pashkuën? Tash, futbolli si s'ka mund me ndohë. Nëse ka sukses, edhe futbolli është krejt i lidhën me sukses. Po, kuptohet. Nuk ashtu, ndësha kë sulmuesi që e kanë marrë prej Drenicës, me thonë drejten pak e njof me cilësit cilat i ka, do të shojmë. Gjilani sulmuesin kryesor e ka shumë të mirë, mu më pëlqen shumë kë Jarović është shumë lejtar i mirë edhe unë besoj tashtit e Gjilani ka shumë kvalitet, po Qka s'po jetë? Qka s'po shkan të kjo skuadrë? Do të me intervenu pak në karakterin e skuadrës, edhe me thonë drejten. A e bën Liridoni një gjë tillë? A njihet për një gjë tillë? Po edhe Liridoni është fillim të karrierës, por po thëmë të Vushtreja kanë po punë shumë të mirë, edhe të Gjilani do të karakter pak ma tepër, edhe ata disi me pompozitet e kryun një skuadrë